Një 52 vjeçari i kërkuar për 3 vrasje në Maqedoninë e Veriut është lokalizuar dhe kapur në zonën e liçenit të Thatë në Tiranë në kuadër të fazës së 80 të operacionit policor të koduar Operacionalja. Sipas uniformave blu, Besim Sherifi fshihej prej kohësh në Tiranë duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara në emër të një shtetasi nga Kosova. 52 vjeçari me banim në Kopanic të Maqedonisë së Veriut ishte shpallur në kërkim nga Interpol Shkupi, pasi gjykata në vitin 2007 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, vrasja, vepër për të cilën legjislacioni penal i Maqedonisë së Veriut parashikon dënim maksimal, burgim të përjetshëm. Ky shtetas dyshohet se më 5 tetor 2007 në fshatin Kopanica, Shkup, ka vrarë me armëzjarri 3 shtetas. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesë, Besim Sherifit janë gjetur dhe sekuestruar një pasaport, kartë identiteti dhe leje për drejtim të automjetit të falsifikuara me gjinalitetet e një shtetasi nga Kosova. Materialet procedurale për veprën penale falsifikimi i dokumenteve janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi provizor me qëllim ekstradimin e 52 vjeçarit drejt Maqedonisë së Veriut.